Fituara e radhës është një vajzë shumë e bukur. Më e bukur se të shtel në ekran. Ajo ka qenë pjesë e përputhen, ku famën e mori tek një shprehje që ka thënë: "Ndalo bujar." Kemi në studio Angjelën. Shumë faleminderit. Angjela, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe ti. Je shumë e bukur dhe ti. Edhe po, ajo shprehja ndaloje bujar ka bu shumë Buj, shumë bum edhe sinqerisht nuk e prisja se ajo ka qenë një meme që ka dalë kështu pa i pritur fare. Nuk e kishen plan, domethënë që të bësh virale me atë ndaloje bujar. Jo, po plus sidomos ishte takimi i parë edhe unë isha shumë emocionuar. Edhe doli e papritur. Do të flasim pastaj për këtë. Tani unë dua të di se kush është Angjela larg kamerave, se ne nuk të njohim ty. Po në fakt të njohim vetëm nga përputhen, se si sillesh me kamerat, por jashtë saj ne nuk e dim se si është Angjela. Po në fakt është e vërtetë edhe nuk aty kur kam qenë përputhen nuk e kam shpreh dot vetën time siç kam dashur. Kam dashur të thoja shumë gjëra tjera. Edhe se në fakt kam thënë që vin nga Italia, po nuk e kam thënë me ç'a merrem, ç'a kam studiuar, çfarë kam bërë. Edhe në Itali kam studiuar 2 vite për aktrim. Po, që ke dhe aktore. Po. Edhe kam dashur për herë të merrja me filma, me gjëra kështu edhe për momentin po merrem me aktrim Turqi, do marr pjesë në ekskluzive kjo? Po, një telenovel, nuk mund ta them. Okej, në rregull. Është shumë suksese. Telenovela, po faleminderit shumë. Edhe jam edhe duke mësuar turqisht, normal. Prandaj edhe përputhen e kam përmend për herë Turqin. Të pëlqen Turqia kështu si qytet? Po, shumë, është vend shumë magjik, shumë s'kam parë ndonjë vend kaq magjik se sa Turqia. Edhe ajri, edhe njerëzit janë shumë janë mikpritës. Shumë mirëpritës vërtet. Po ndonjë turk? Shikon jetën me ndonjë turk? Sinqerisht, po. Sinqerisht të shofi, kanë traditët si tona edhe kërcimet paka shumë. Pastaj turqit kanë qenë 500 vite këtu. Po. Edhe po. Ti ke jetuar për sa vite ke jetuar në Itali? Kam jetuar për 20 vite. Pse u ktheve në Shqipëri? Po, nga momenti që studiova për aktrim, thash pse mos provoj diçka në Shqipëri. Gjuhën e di paka shumë, pastaj edhe mësoj më mirë se edhe kur dua të shpreh ca gjëra nuk e di kështu shumë mirë me nuk je mirë me gramatikën. Jo, po me gramatikën. S'ka problem. Po je shumë e ëmbël kështu. Faleminderit. Ta kanë thënë? Po ma kanë thënë që jam e ëmbël, po e kam vetë karakterin kështu. Se edhe nga që je lindë e rritur atje, mendoj se ato që vinë nga jashtë kanë tjetër kulturë, janë më të ëmbël, më të pafajshëm. Por sa e pafajshme je realisht ti? Po tani varet, zakonisht jam për herë edukate, pastaj ëmbëlsira është një pjesë e karakterit tim që më përket nuk dua t'i bëj asnjëherë të keq askujt, po normal ka pas edhe momente kur edhe un kam lënduar njerëzit kur kam bërë edhe un gabime. Nuk janë gjithë të pafajshme. Sa e mirë, prapje e mirë. Si do e përshkruaj veten tënde me 3 fjalë? Fjalë, më fal. Fjalë. E ëmbël, ironike, edhe pak crazy. Po jam kështu, pak e çmendur, kështu normalisht, si për shembull si ka dalë ajo batuta e bujarit, unë ashtu e kam. Vetë në fakt edhe familjarët tim që ishin për herë se bëj dalliqe pak. Po kjo vjen nga që je ëmbël e mirë, edhe kjo çmenduria në thonjza, është e lezetshme. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmëria ime ka qenë shumë e bukur. Në një vend në Itali kam qenë kështu me një vend në mal. Mal? Po, pak shumë mal, ku ishte shumë natyra, pyll gjërat edhe kur isha vogël më thritëshin si, nuk e di si thot në Shqip, cappuccetto rosso, ajo, nuk e di lul kuqja, ndoshta. Lul kuqja? Ajo që ikën me ujkun. Kësul kuqja. Po, kësul kuqja. Edhe nga që mami ime, kur erdhëm në Itali, punonte te patatët. Edhe unë shkoja për herë për cjellë, po isha shumë e vogël, 5-6 vjeçë dhe për cjellë deri atje. Po nga që ishte afër shtëpia, ndaloja për herë me mbledh këto lule shtrydhet e pyllit, të vogla.
edhe ishte një grua italiane që kemi pas aty afër, që kur mami ishte në punë rria për herë te ajo. Komshi. Po, komshi. Edhe kështu që ajo më kishte qepur një kështu si sulkuqa, edhe fiksa ashtu më thrishin për herë, edhe kur kemi bë këto gjërat e këto reqit e Natales, këto gjëra, kështu ka qenë shumë e bukur, se kam përjetuar më shumë në natyrë, me familjen, me kushërit. Do më thënë ke pas një fëmijëri të bukur. Po, pastaj kur u rrita që të bëja shkollë, nuk kemi transferuar në një qytet tjetër më të madh, edhe kështu që nuk e kemi më atë pamjen bukur. Çfarë ndroje të bëheshe kur isha vogël? Po. Kur isha vogël kam dashur për herë të bëhem balerinë, çifti, latino, edhe kur kam qenë vogël e kam bë për 3 vite, pastaj mami ka vendosur të më shkopuste nga kjo, se kishte frikë sa mos të më të ndante nga shkolla, nga gjërat kështu. Edhe për mua ka qenë shumë e dhimbshme kjo gjëja, se unë ndjeja veten tim aty. Nga që te shkolla kam qenë e bullizuar për faktin që isha shqiptare. Se aty në Itali ishin shumë raciste, edhe këto kështu ne tuj jo vetëm shqiptarët, edhe arabët, këto tjerë, na vishin me njan. Tani ka ndryshuar pak, po e kam vujt shumë kur kam qenë vogël. Edhe plus se kam qenë për herë e mbyllur, e qetë kështu, edhe kam pas marrë vetëm një shoqe. Edhe prandaj tani kam bërë shumë selektive me njerëzit. Është më mirë të jesh selektive? Po, normal, absolutisht. Edhe me meshkujt, edhe me femrat. Kush ka qenë personi i parë që të kam mbështet, që e ke pas gjithmonë pas vetes? Që më kam mbështet ka qenë për vllai im i vogël, që Denis ka 18 vjeç. Edhe ai më ka mbështet për çdo lloj gjëje. Pastaj edhe mami kohët e fundit më ka mbështet për herë, po mami ime është personi që edhe më ka kritikuar, edhe më ka kritikuar, edhe më ka ngretur, si thot. Mama gjithmonë, nëse të kritikojnë që ti të bësh më e mira, të jesh më e mira. Normal, po, se është mami më është më fort nga unë, ka një karakter shumë të fortë, se ka vujt më shumë gjëra, ka më eksperiencë, edhe ti ke qenë pjesë e përputhen. Pse vendose të futesh në përputhen? Cili ishte qëllimi yt? Nga të erdhi kjo ide që të futesh në një emision të tillë, na trego pak më shumë rreth kësaj. Po, atëre, sinqerisht, por ty mrena përputhen, fiks nuk u futa për të gjatë dashurinë e madhe, siç i thonë se dashurinë. Po, normalisht edhe mund të ndodhi që edhe mund ta gjej aty, pse jo, nuk ka ndonjë gjë të keqe, po pikërisht kisha qef të dija pak si ishin djemt shqiptar, nga që nuk i njihja se çfarë diferencë kishte nga djemt të rritur në Itali edhe në Shqipëri edhe shqiptar. Si ishin, pastaj si thë kam pas qef të tyja me një program të bëja pak eksperiencë, të dija a më pëlqen vërtet të jem në për televiziore apo jo. Edhe një shoqe ime më tha, pse se provon, është ky programi në Shqipëri kështu, nuk e dija pak a shumë, se nuk se i kam parë shumë këto përputhen, Big Brother, kështu. Edhe pash pak ca video, ca gjëra, duket interesante, po bër aplikimin, po e bëra kështu, nuk ose e kisha në plan nga muj që do ta bëra. Pastaj mas 2 ditësh më marrën në telefon, bëna pastaj audicionin, më thanë, je shumë e ëmbël, besoj se je për këtë program, këtë janë leje dhe hyna, po fillim të mami kishte pak frikë. Nga që unë jam edhe pak mbyllur kështu, po për mu ka qenë një sfidë e madhe për të sfiduar edhe veten time. Pavarësisht se kam dash të shpreh shumë gjëra aty, edhe nuk e kam shpreh, pastaj kam dash se ka shumë goca që janë si puna ime dhe që dëshirojnë të futen në televizior, që të bëjë aktrim, që janë shumë të mbyllura, ose që besojnë te dashuria dhe njerëzit i thojnë jo, nuk ekziston. Ti beson në dashuri? Po. Po, më besoj shumë te dashuria. Besoj se jam një nga njerëzit më pak që besojnë te dashuria. Por më është gjë shumë e rëndësishme. Edhe doja që t'isha një shembull në përputhjen për ca vajza. Që unë ja kam dalë,
nuk o se jam si sa vajzë të tjerë që jam më të shkathën, të folurën ose Ti je më e qetë. po, edhe një vajzë e qetë ose ëmbël mund të rinë në televizore çdo një njeri që ka ëndër askush nuk mund t'i thotë jo ti s'mund ta bësh këtë. Bravo. Po. Edhe po, pastaj si të thosh edhe për dashurinë se përputhen është i program dashurie, kam dash të shpreh dashurinë time nëpërmes ekranit. Pavarësisht se kam dash të vazhdoja me Bujarin, po Bujari pastaj iku. Po ishte shumë kështu, çuni mirë, besoj se po të kishte ndejtë mund të kishte vazhduar diçka. Pastaj mas Bujarit u kam prish komplet gjërat pastaj. Fillova të keqësoja më shumë të ndja, jo mos i përpara. Pse edhe televizori ka edhe gjërat të veta, stres. Krijove diçka për Bujarin? Ndjenja? Po në të vërtetë në fillim kisha sa ndjenja, sa ishte shumë gentleman, ma kuptonte dhimbjen time që kisha. Ishte shumë i kujdesshëm për mua. Pastaj vendosi që tikte se kishte shumë stres, problemat e Pse nuk e vazhduat këtë që krijuat në përputhje? Unë doja, pastaj ju keq kuptuam për disa gjëra, plus unë jam tipa shumë që ndaloj. Stepesh. Ndaloj e Bujarje ti. Po. Ndaloj fiks Bujarin, ndalova se ai donte gjërat pak më kështu më shpejt. Çfarë donte më shpejt ai? Nuk e besoj që donte që t'ishim një çift direkt, që se thonte unë jam serioze o vërtet, dua diçka me ty, po unë jam tip që nuk e besoj për 3 ditë, po të më thuash është një gjë normale, edhe se je serioz, unë prap ti do të m'japësh vepra. Jo edhe fjalë. Edhe ka normal, ai faktikisht nuk e priti kohën, nuk ngeli çik qefi për ca gjëra, aty për ca gjëra tjera. Për çfarë ju ngeli qefi konkretisht? Batit nga fakti që unë s'kisha besim. Po. Mu ngeli qefi që ai pastaj iku, pse edhe më tha do të pres si jashtë të programit. Unë i thosh jo, ti m'le vetëm program, kështu që tani jo, pastaj shkoputëm pak raport. Ke pas kontakte? Po, në të vërtetë po kemi pas kontaktet, e di që tani po punon me një vend në Sarand. Edhe kash nuk kemi shumë. Do i shkosh në Sarand të vendi ku punon? Nuk e shkova në plazh, sigurisht do shkoj të bëj një xhiro aty ku punon. Ta takoj pse jo. Do me thënë nuk ke më asgjë për Bujarin? Jo, besoj se jo. Të ka marrë malli? Pak. Më thej që janë futur në përputhjen të shikoj më shumë si janë djemtë shqiptar. Po. Duke qenë se je rrit në Itali, çfarë ndryshimi vure re nga djemtë e Shqipërisë dhe ato të Italisë? Të them pak kam që pak e zhgënjur në fakt nga djemtë shqiptar, se i mendoja më romantik, më të ëmbël, se prindërit e mim kanë thënë për herë që shqiptarët janë burra tamam për të krijuar familje. Kështu, edhe në fakt, në diferencë me ato në Itali, shqiptarët e dita mbajnë më shumë familjen se sa djemtë italianë, se djemtë italianë nuk janë shumë fare për lidhje serioze, do shumë kohë, si për shembull 40 vjeç akoma mendojnë se janë vegjël për të krijuar familje, jo kështu, ose jetojnë akoma me mamin, kështu. Djemtë shqiptar, ato që janë vërtet, tamam. Edhe si për shembull po të ndahen si çift, prap kujdesen për fëmijët ose për ish gruan, nuk e lejnë vetëm, kurse në Itali më shumë një mendo për veten e vet, kush janë ose kush ishe nuk intereson më. Pastaj normalisht nuk janë gjithë kështu. Po. Çfarë mësove nga përputhem ti? Çfarë eksperiencë të dha? Çfarë benefitesh? Më dha edhe gjëra të mira. Ishte një eksperiencë shumë e mirë, po më dha edhe gjëra pak të keqe, se në fund të përputhen fillova të kisha ankth nga gjërat, se nga komentet? Ndjeja shumë në presion.
Përveç nga komentët edhe nga njerëzit që ishin aty mrena. Se unë jam personi që mund të ri para kamerës vetëm po t'jetë vetja ime. Pastaj mund t'jenë ca njerëz aty mrena, ca konkurrent ose kështu që shpikin gjëra Cili ishte mashkulli? Se në vërteta. Cili ishte mashkulli që të pëlqeu përveç bujarit? Që do doje të kishe diçka me të? Qoftë edhe një takim që ta njihe pak më shumë. Sinqerisht kam dashur kur kam qenë aty mrena në Përputhën, kam dashur të njoh Arnoldin edhe Ekremin. Vetëm se Ekremi ka qenë shok me bujarin, po aju ka rritë në Turqi, kishte një karakter shumë të mirë, këndonte, edhe mu përshtaste shumë për shumë gjëra. Kurse Arnoldi edhe ajo është aktor, edhe e shifja si figurë, si thotë, si eżempjo, si shembull. Si shembull. Nga që ajo është më i hapur, Më humorist. më humorist, pastaj duket edhe nga karakteri që është shumë i mirë, plus kemi bërë edhe ca reklama bashkë, edhe më ka ndihmuar në këtë ambient. Gjë më shumë s'keni pas kur, nuk keni tentuar që të njiheni. Jo, absolutisht jo. Jo, për momentin jo. Një ditë ku i dihet. Nuk i dihet jetës asnjëherë. Nuk i dihet jetës normal. Po me vajzat, si ke pas marrëdhëniet? Me vajzat, me ca mirë, me ca tjera më keqme. Me Vlorën edhe me Esmeraldën i kam pas marrëdhëniet pak më të mira. Dilshim shpesh për kafe. Po tani ke shoqërim të njëri nga ato? Po dalim na herë në kafe këtu kur jemi të treja në Tiranë, dalim jo shpesh, po do me thonë i keni relatat e mira. Po, kurse me vajzat tjera kështu janë vajzat mira, po janë ndryshe nga karakteri. Kush ka qenë më fake aty në Përputhën, si nga djemtë dhe vajzat? Më fake tani odio. Në fake nuk e di. Sa ty mund kemi qenë pak gjithë i qik fake. Po jo dihet, pak më shumë. Më shumë se normalja. Nuk e di, paka shumë i qik gjithë. Nuk e di ta po çifti, atëherë çifti. Fix. Më fake. I ndritje me Marcelën. Pse fake ato të dy? Pse përpara u ndan, pastaj pse ti nuk beson se marrëdhënia ka ulje dhe ngritje, ndarje, bashkime? Po, sigurisht, po besoj se kam bë edhe për lojë. Çik normal, për lojë, për publikun. Edhe unë sinqerisht edhe unë do i kisha bërë. Me bujarin? Po, sigurisht, po, normal, ca gjëra edhe i planifikon da bëjmë kështu, da bëjmë ashtu. Nuk janë gjithë gjërat real, po gjithsesi. Edhe mbarova unë pastaj, mas që iku bujari, dola me ca djemë tjerë në Përputhën, po nuk u përshtatja as një qik, fare, zero. Edhe fillova pasaj të kisha ankthën nga që kisha edhe punën në Itali, kisha punët në Turqi që duhet të shkoja atja me sezbon, pasaj kisha punë për Përputhën, edhe ato doshin që me sezbon unë të shkoja në programe, edhe mu kanë dash të 2 javë që 3 e qetë se pu të shmendja, dilja shumë herë nga Përputhën duke qajt jashtë studios, nuk ose më pëlqe shumë të qaj mrena në studio, edhe se për mu lotët nuk janë dopsi, janë forë se një njeriut, normal. Tani si je, shpirtërisht? Tani shpirtërisht jam më mirë, them të drejtën, kur kam dalë nga Përputhën u çlirova pak, mora prap veten time, shkova në Turqi, vazhdova me programët e mia, po
Komentet negative si i ke përballuar? Komentet njerëzit mund të kenë çdo lloj komenti për mua negativ ose pozitiv, po nuk ose më ofendoj komentet e negative të njerëzve, Nuk i se unë merr e di përpas. se çfarë njeriu jam, çfarë vlej, çfarë nuk vlej, edhe sidomos kur nuk janë familjarët e mi, nuk më intereson çfarë thënë njerëzit. Pastaj normalisht që nuk ose jam e lumtur 100% kur bëj komentet negativi, po janë ca njerëz që komentojnë pa i ditur gjërat, se mendojnë te ekrani, Paragjykojnë. gjërat janë, po, shumë sidomos shqiptarët, në diferencë italianëve janë shumë paragjykues. Si për shembull, një mund duket fake edhe nuk është, ose kundërta. Po prapë në komentave nuk i përgjigjem Ti thjesht u jep negative. një buzëqeshje. Po, jap i buzëqeshje, i the, "Okej, faleminderit." Ky është mendimi jot. Zoti, ose Trujt zoti. gjëra tjera, po kurse po të mprekin një të familje ose një person që dua, Aty të atëherë dhem. aty më dhem më shumë sinqerisht. Normal. Çfarë ke përfituar nga përputhen? Dhe çfarë ka ndryshuar pas daljes tënde nga ai program? Kam përfituar që merrem me reklama jashtë, që njerëzit më njohin pak më shumë, po objektivi im ishte që t'u njihja pak më shumë nga njerëzit, edhe t'i tregoja njerëzit që ka edhe persona të thjeshta në televizior, jo vetëm skandale dhe gjëra koti, pavarësisht se nuk ja dole 100%. Po dihet ajo. Pse ka shumë presion televizori, edhe prap mundohem të jap këtë njerëzve, edhe kam dashur nga që këtu në Shqipëri nuk parabojnë shumë filma ose telenovela kështu, dhe kam dashur të jem një nga vajzat e para që të shpreh karakterin edhe dashurisë nëpërmjet filmave, dhe do ishte bukur se që edhe Shqipëria të ishte internacionale me filmat si ad esempio si në Turqi. Kush është Arbri, o zemra? Kush? Arbri? Arbri. Nuk e di. Arbri kush? Këtë gjë unë kam skalet, mi ka bërë djaktoria këto, Arbri. Kjo pas marrëdhënie me Arbri, kush është Arbri? Arbri nuk e di kush është sinqerisht, nuk njoh ndonjë me emër Arbri. Apo është Bujari ky? Bujari, unë e di që ka emrin vetëm Bujar, se di që ka Arbri. Okej, Bujari, unë pas kam Arbri, thonë ndoshta ka ngatruar emër. Tash të pyes, mos din ajo ndonjë gjë më shumë, ose ke bërë ndonjë gjë publike, se unë se kam ndjek përputhen. Ke dalë me ndonjë arbër andaj? Jo, të që di unë jo, me Arbri jo. Su ka marrë mes një Mirë që se thash, se do kisha dalë si budallaqe, Bujari pra ashtu. Se pas kam pyetje për Arbrin, po ky është Bujari, ëh? Okej, në rregull, unë e kuptoj që ti ke pasur komente negative, ke pasur komente pozitive, jeta jote ka ndryshuar, ke pas dhe benefite, dhe çdo gjë tjetër. Një gjë që publiku nuk e din, nga që ka dalë aq e fort ajo me ndaloje Bujar, Aty që do të ndalem. Kur unë dalë rrugës, më thonë për herë, ndaloje Bujar kështu, edhe unë ndaloj në ka ca njerëz, më shumë kalamajt vegjën, që më pyesin foto, gjëra kështu, po unë i them të paktën e dini emrin tim të vërtet? Jo, nuk e di. Veç që ti ndaloj Bujare. Dhe jo, emri më është Si ndihesh ti Angela, kur të njerëzit të kërkojnë foto? Në fillim unë dija kështu pak e çuditshme, se thash, mu po më pyesin foto. Pastaj nga njëne mendoja po më pyesin foto kot pa lidhje. Pastaj nga ana tjetër më bënte qefi, se kam parë edhe që në komentet edhe kur më shkruajnë privat, ka shumë vajza edhe djemë që mbështesin, që duan që unë të arrija lartë, e që marrin shembull nga unë për ca gjëra. A ke ndonjë peng? Pengë, përputhem, po që nuk e kam vazhduar siç kam dashur, unë kam dashur të shpreh më shumë gjëra, po nuk ja dola.
Në fakt njerëzit akoma nuk e kam kuptuar pse u kam larguar nga një moment të tjetër nga përputhen. Çfarë do t'i thojë një gjë sot bujarit? Bujarit. Jo ndaloje bujar. Vabbè. Ndaloje bujar tani, nuk ndalon ai se po punon, po. Por do t'i thoja që ka që një pjesë të rëndësishme te përputhen. Që është shumë i mirë, që sigurisht për një kafe do ta takoja, edhe pse jo në një program tjetër. Në një program po Nuk do ishte, nuk do ta ose prisje për të krijuar sërish një marrëdhënie? Sinqerisht, besoj se do t'jepja një mundësi tjetër. Pse jo? Nuk ose kemi pas shumë mundësi me u njoftë siç u donte. Tani, e lëm bujarin, e lëm përputhen, i lëm gjithë gjërat tjerë, të flasim pak për ty. Po, sigurisht. Si e tani, je në një lidhje, si është zemra jote? E dashuruar, e lënduar, në pritje? Jo, zemra ime në fakt është në pritje, akoma e lënduar edhe e dashuruar, jo, po pres. Princin e kaltër. Po edhe vërtet. Princi i kaltër, çfarë kërkon tek një partner? Si ta shpjegoj, për mua një partner duhet të jetë gjysma ime. Duhet të jetë një mashkull që di të vlerësoj, që të mbështet, që nuk është toksik, edhe zakonisht shumë meshkuj nuk duan një femër që merret me televizior, se mendojnë se femrat që janë në televizior nuk janë serioze, dhe kjo më ka lënduar shumë herë, po një mashkull që është sigurt nga vetja, din si ta mbështesi femrën, edhe di ta çoj për herë nalt e munalt. Edhe nuk pëlqen ato meshkuj që thotë, jo, nuk besoj te dashuria është për dobtit. Jo, dashuria është për njerëzit e fonjë, e fortë, që di të dashurojnë, që ka një shpirt të bardhë dhe edhe të mirë. Pastaj ka edhe njerëz të keq edhe të mirë, po çdo njeri mund të dashurohet. Edhe ata që thojnë unë nuk dashurohem kur, vetëm unë besoj se e thojnë ashtu vetëm se kanë qenë lënduar në më para, po. Edhe prandaj thojnë ashtu për të mbrojtur veten e tyre. Tani jemi në një janë edhe ato kështu budallën. Tani jemi në pjesën e fundit. Është rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Dashuria apo karrierë? Karriera. Zemra apo logjika? Zemra. Instagram apo TikTok? TikTok. Fam apo qetësi? Qetësi. Bjond apo brun? Të dyja. Shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Verior jugor? Them të vërtetën nuk e di, pse nuk e di shumë qa diferencë kanë. Të jetosh me vjehrën apo pa vjehrën? Pa vjerën. Pse? Pse çifti ka nevojë për privacy-n e vet. Normal, po vjerat ketë ndaj problem që s'mund ta mbaj vetën, ndaj problem me shnet kështu, normalisht që po edhe unë do kujdesja për vjerën time sigurisht. Po kur janë mirë e gjithë gjërat unë të jetoj si për shembull te njëjti pallat, shtëpi ose afër, po jo bashkë në një shtëpi. Det sigurisht. apo mal? Det. Natë apo ditë? Ditë. Fam apo qetësi? Qetësi. Një fjalë për përputhen. Çuditshme. Një fjalë për bujarin. I lezetshëm. Një fjalë për Marsielën. E shkath. Ndalo bujar apo ta lëm pas?
Ndalo bujar, dhe ngeli për herë ndaloje bujar. Martesë apo karrierë? Martes. Tani unë nga ty dua një mesazh për të gjithë vajzat. Një vajzë në çfarë aspekti? Të gjithë vajzat. Të gjithë vajzat. Që ti je një vajzë që ka ardhur nga jashtë, ti po ndjek ëndrat e tua, ke marrë pjesë në një program që paragjykohesh, je gjykuar. Unë atë që i them vajzave është që mos dorëzohen kur për ëndrrat që kanë, edhe mos lejoj që askush t'i thotë që s'mund të bëj diçka. Edhe që do ketë shumë herë ulje edhe ngritje. Po asnjëherë nuk duhet të dorëzohen. Edhe duhet të ecin për herë me zemrën, edhe po gabuan, nuk ka gjë se me gabimet ndonjëherë duhet gabosh për t'i kuptuar disa gjërat. Edhe shpresoj shumë që një ditë të bëhem një shembull i mirë për vajzat. Sa mirë. Edhe që ta mirë flas më mirë shqipen. Normalisht. Qa vibe dha emisioni Vibe herë? Pozitiv. Isha okej? Paka shumë, po isha okej, po kisha pak ankth, se zakonisht kur isha aty para kamerave, si për shembull doja të thoja ndonjë gjë, pastaj nuk dija si t'i lidhja mirë ato. Çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Ky quhet Vibe me Kleakicën, ky që jemi tani. Vibe në të dyja. Shumë i mirë vërtet. Një nga vibe-at më të mirë. Sa e mirë je shumë bukuroshe. E them sinqerisht, nuk u ndjeva fare as në siklet. Shumë qetësi, shumë mirë. Angela, të falenderoj që ishe këtu, ndave gjëra shumë të bukura me ne. Ne arritëm të njohim pak, por që ti do jesh gjithmonë e mirë pritur, edhe pasi ta bësh atë filmin në Turqi, të vish prap këtu, Se mos më thuash pastaj jo. Do vish prap të na tregosh eksperiencën tënde, të uroj shumë sukses, meriton gjithë të mirat e kësaj bote. Faleminderit shumë. Të falenderoj si më ke mirë pritur. Je shumë e mirë edhe ti, shumë e ëmbël, shumë e thjeshtë. Edhe sigurisht që do vi prap, ndoshta kujdiet edhe me bujarin. Kështu që i bëjmë thirrje edhe bujarit, të mbarojë sezoni, edhe t'ju kem në studio bashkë me Angelan. Po, pse jo. Atëherë kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.